Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e Ervina Gjanës për kthimin e 8 celularëve të sekuestruar gjatë hetimeve për dosjen e Akshit, ku SPAK ka konfiskuar edhe laptopët e saj dhe të bashkëjetuesit. Hetimi lidhet me dyshime për përfshirje në grup të strukturuar kriminal, me aktivitet në mashtrime online, call center dhe ndërhyrje në sisteme informatike si edhe krim kibernetik. SPAK ka dhënë masa sigurie për 8 persona, përfshirë drejtoreshën e Akshit, Merlinda Karçanaj, Ergys Agasin, biznesmenin Ermal Beqiraj, zëvendës drejtorin e policisë së Tiranës Erion Ismaili dhe të tjerë. Drejtoresha Karçanaj ka masën arrest shtëpie, ndërsa Agasi e Beqiraj arrest me burg, pavarësisht se janë në arrati. Hetimet përfshin gjithashtu dyshime për shkelje barazie në tender, korrupsion, shpërdorim detyre dhe pastrim parash, duke shqyrtuar procedurat e 12 tenderëve të vitit kaluar. Kontrolli u zhvillua në banesat dhe bizneset e të dyshuarve në Durrës e Tiranë, duke përforcuar fokusin e SPAK-ut mbi shkeljet e mundshme të ligjit dhe abuzimet në Aksh. Gjykata e posaçme ka liruar nga qelia Tseon kinez të Bankers Petroleum Hong Ping Xiao, duke i vendosur masën e sigurisë arrest shtëpie. Vendimi vjen pas verdiktit të gjykatës posaçme për të zgjatur hetimet me 3 muaj për dosjen Bankers për shkak të kompleksitetit të çështjes dhe nevojës për veprime hetimore shtesë. Hetimet lidhen me deklarime të dyshimta tatimore dhe shmangje të detyrimeve financiare nga 2004-2024 që kanë shkaktuar një dëm të konsiderueshëm në buxhetin e shtetit. Sipas prokurorisë, Bankers ka realizuar shitje dhe eksporte nafte me vlerë totale 532 miliard lek, por ka deklaruar humbje për çdo vit duke shmangur tatimin mbi fitimin dhe përfituar rimbursime të dyshimta të TVSH-ja. Ndërkohë, drejtoria e doganave ka bllokuar aktivitetin e kompanisë për shkak të një gjobe prej 120 milion eurosh të vendosur në 2019 për mos pagesë të akcizës 30 milion euro për holluesin e naftës. Vetëm Hong Ping Xiao qëndron në arrest shtëpie, ndërsa të gjithë të pandeurit e tjerë kanë masa më të buta. Policia e shtetit ka zhvilluar mbrëmjen e djeshme një operacion të befasishëm në Fier, duke arrestuar 2 persona dhe sekuestruar një arsenal armësh dhe lëndësh të dyshuara narkotike. Aksioni erdhi pas një hetimi paraprak një mujor me qëllim goditjen e aktiviteteve kriminale në zonë. Gjatë kontrolleve përfshir një biznes në pronësi të Abiol Hadas, u sekuestruan 2 kalashnikov, 2 pistoleta, 2 granata, qindra fishek dhe sasi droga. Hada është shoqëruar e pohetohet për lidhje me grupe kriminale që veprojnë në Fier dhe rrethina. Policia njofton se sot do të mbajë një konferencë për shtyp ku do të bëjë publike detajet e sekuestrimeve dhe masat ligjore ndaj të përfshirëve. Agjencia e mbikëqyrjes policore ka pezulluar 4 punonjës policie në Berat, të cilët dyshohen për shpërdorim detyre. Vendimi i pezullimit u mor nga gjykata pas hetimeve proaktive të AMP-s në bashkëpunim me prokurorinë e Beratit. Efektivët pjesë e policisë rrugore akuzohen se gjatë ushtrimit të detyrës kanë favorizuar ose penalizuar drejtues mjetesh në shkelje të kodit rrugor duke shkelur ligjin. 4 punonjësit e pezulluar janë Artan Selami, Myftar Dauti, Adem Qevani dhe Karafil Guçe, me detyra në seksionin e trafikut urban dhe interurban dhe në patrullën e përgjithshme. AMP njofton se pezullimi është masë sigurie për të garantuar hetimin e paanshëm dhe për të parandaluar abuzimet të tjera gjatë detyrës. SPAK ka sekuestruar automjetin luksoz Lamborghini Urus të Aurel Hoxhës, i njohur si Aurelino Calaveri, dyshuar si porositës i vrasjes së Klevis Lleshit para 5 vitesh në Burrel. Një bankë e nivelit të dytë kërkoi lirimin e mjetit duke pretenduar se e kishte blerë me 160.000 euro dhe se nuk kishte lidhje me veprimtari kriminale. SPAK kundërshtoi duke argumentuar se automjeti kishte qenë në pronësi të Calaverit dhe përdorej prej tij para dhe pas blerjes nga banka. Gjykata e posaçme vendosi të refuzojë kërkesën për lirimin e Lambos, e cila është pjesë e një pasurie prej rreth 5 milion eurosh, e sekuestruar ndaj Calaverit dhe bashkëpunëtorëve të tij të dyshuar si pjesë e një grupi kriminal të organizuar. Policia e Shkodrës ka arrestuar një 31 vjeçar Aurel Çela dhe ka shpallur në kërkim 4 persona të tjerë, të dyshuar për kthimin e 2 banesave në shtëpi bari për kultivimin e kanabisit. Gjatë operacionit koduar në Onët në banesat e fshatit Barbullush, u sekuestruan 583 bim kanabis, 7.49 kg drog, 307 pajisje elektrike për kultivim dhe 3 celular. Në kuadër të hetimeve u ndaluan edhe 3 punonjës të OSHS të dyshuar për shpërdorim detyre. Operacioni u zhvillua nga Komisariati i Vaut Dejës, seksioni për hetimin e narkotikëve në DVP-n e Shkodrës dhe Forca Operacionale Shqiponjat,
me qëllim goditjen e kultivimit të bimëve narkotike në ambiente të mbyllura. Gjykata e Tiranës ka dënuar me 25 vite burg 64 vjeçarin Yusuf Hasa, i cili vrau fëmijën e tij Xhemal Meta. Ngjarja e rëndur regjistruar në Shëngjerq të Tiranës. Në vendimin e gjykatës thuhet se i pandehuri Yusuf Hasa shpallet fajtor për kryerjen e veprës penale vjedhje me pasojë vdekjen, të parashikuar nga neni 141 i kodit penal, dhe në bazë të këtij neni dënimin e tij me 25 vite burg. Ngjarja e rëndë ka ndodhur më 13 janar të këtij viti ku 64 vjeçari goditi me çekiç fëmijën e tij Xhemal Meta në oborrin e shtëpisë së viktimës. Një aksident me pasojë vdekje ndodhi në fshatin Kurtin, njësia administrative Hyzgjokaj e Lushnjës, ku 60 vjeçari Bajram Dingozi humbi jetën pasi ra nga motocikleta. Policia njofton se dyshohet se humbja e kontrollit ka ndodhur për shkak të lagështisë në rrugë, ndërsa trupi i të ndjerit u transportua në morgun e spitalit të Lushnjës për ekspertizë mjekoligjore. Në një tjetër ngjarje, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Divjak arrestuan një 43 vjeçar për ushtrim dhune ndaj fëmijëve të tij të mitur. Ndërkohë në Fier një 17 vjeçar është proceduar penalisht pasi ka goditur me grushte një bashkëmoshatar për motive të dobta. Dy shqiptar 44 dhe 24 vjeç akuzohen për një vjedhje të madhe në Misano të Italisë, ku në vitin 2023 u vodhën 25 orë luksoze dhe 120.000 euro kesh, me një vlerë totale rreth 1.3 milion euro. Hetimet nisën pas djegjes së 3 makinave në janar 2024, të lidhura me ish-familjen e 44 vjeçarit, dhe u zbuluan prova kyçe nga një celular dhe një pistolet e fshehur. Karabinerët nën koordinimin e prokurorisë së Riminit kanë dokumentuar lidhjen e dy të dyshuarve me grabitjen dhe po identifikojnë bashkëpunëtorët e tjerë. Prokuroria kërkoi arrest me burg, por gjyqtari i hetimeve paraprake e refuzoi kërkesën. Vendimi tani është në shqyrtim të gjykatës së rishikimit në Bologna, e cila do të vendos masat e sigurisë ndaj të dyshuarve. Autoritetet kubane dhe venezueliane konfirmojnë se të paktën 55 ushtarë nga forcat e tyre janë vrarë gjatë një operacioni ushtarak amerikan në Caracas me synim kapjen e presidentit Nicolas Maduro. Sipas të dhënave zyrtare, 32 prej tyre ishin pjesë e forcave kubane të sigurisë, me grad nga ushtar deri te kolonel, të cilët u publikuan edhe me emra nga mediat shtetërore kubane. Nga ana tjetër, ushtria venezueliane njoftoi vdekjen e 23 ushtarëve dhe oficerëve të saj, përfshirë admiral dhe nën oficer gjatë luftimeve që shoqëruan sulmin dhe kapjen e liderit. Operacioni, i cili përfshiu bombardime dhe një angazhim të forcave speciale amerikane për të arrestuar Maduron dhe bashkëshorten e tij, përfaqëson një ngjarje me kosto të lartë njerëzore dhe ka ngritur tensione të mëdha politike dhe diplomatike në rajon, teksa presin reagimet më të tejshme nga qeveritë dhe organizatat ndërkombëtare. Shërbimet izraelite të inteligjencës paralajmërojnë se Irani mund të synojë një atentat ndaj presidentit të përkohshëm sirian Ahmad al-Shara, ndërsa po përgatiten bisedimet e ndërmjetësuara nga SBA në Paris për një marrëveshje sigurie. Burimet izraelite thonë se al-Shara shihet si pengesë për ndikimin iranian në rajon, ndërsa autoritetet siriane mohojnë këto pretendime, duke i quajtur të rreme. Al-Shara ka qenë objektivi disa tentativave për vrasje që nga rrëzimi i Bashar al-Assadit dhe nëntorin e kaluar, autoritetet siriane parandaluan 2 komplot të shtetit islamik. I dërguari amerikan Tom Barak paralajmëron se afërsia me perëndimin e rrit rrezikun për jetën e tij. Për të treguar kontroll dhe praninë publike, al-Shara u shfaq në qendër të Damaskut, duke bërë blerje dhe përdorur kartë moneda të reja siriane, një sinjal për popullin dhe kundërshtarët e tij. Aldrich Ames, ish oficer i CIA-s dhe një nga agentët e dyfisht më të dëmshëm në historinë e SBA-ve, ndahet nga jeta në moshën 84 vjeçare në institucionin federal korrektues në Maryland. Ames u arrestua në 94 pasi pranoi se kishte shitur informacione sekrete Bashkimit Sovjetik dhe më vonë Rusisë, duke komprometuar mbi 100 operacione dhe duke çuar në vdekjen e të paktën 10 agentëve të CIA-s. Tradhtia e tij nisi në 85-ën kur për të shluar borxhet filloi të jepte KGB-s emrat e spionëve duke marrë gjësej rreth 2.5 milion dollar dhe duke financuar një stil jetese luksoze me makina, pushime e pasuri. Karriera e tij 31 vjeçare përfshinte detyra të kundër zbulimit, por probleme personale dhe borxhet e shtuan motivin për tradhti. Ai bashkëpunoi me gruan dhe ishte mbështetur nga ajo në aktivitetet e tij të palishme. Drejtori i CIA-s e përshkroi Amesin si një tradhtar malign të vendit të tij, duke theksuar pasojat tragjike për agentët që ai tradhtoi.